Vllaznia u është rikthyer fitoreve pasi ka mundur në Loro Boriçi me rezultatin 2-1 Dinamon e vendit fundit në ndeshjen e fundit javës së 12 të Superligës shqiptare. Në fakt ishin dinamovitët që shënuan golin e parë në minutën e 42 me anë të talentit Kavajas, Ariel Shtini, i cili realizoi një gol mjaft bukur duke kaluar topin poshtë këmbëve të Miroslav Vujedinović. Me këtë rezultat, u mbyll edhe pjesa e parë e ndeshjes. Në pjesën e dytë, 2 gola të shpejtë të vllaznisë drejtuar nga Vata me anë të Dritan Smajlit në minutën e 49 dhe Armando Vajushit në minutën e 57 i dhan fitoren kuqebluve. Në fundin e ndeshjes, Vajushi dhe Lala i Dinamos patën një zënk mes tyre dhe u ndëshkuan të dy me karton të kuq. Vllaznia ngjitet në kuotën e 17 pikëve në vendin e 6, ndërsa Dinamo mbetet e fundit me 0 pikë. Vllaznia do e mbyll fazën e parë në transfertën e Peqinit, ku do të përballet me Shkumbinin dhe Rudi Vatës, i duhet të bëjë edhe pa Vajushin e skualifikuar, ndërsa Dinamo do të presë në kryeqytet Bylisin.